Miq të Original Podcast. Sot jemi në qytetin e Roveretos, në qytetin e paqes në nivel europian, jo vetëm në nivelin e Italisë. Jemi me Benard Kurtushën. Benardi është një 36 vjeçar që është nga ishmi, nga fshati im, është kushërir im. Kemi një marrëdhënie zakonisht shumë të afërt. Edhe është si shumica e gjithë shqiptarëve, është emigrant i viteve të hershme dhe ka ardhur edhe në moshë të vogël, 15-16 vjeç. 16 vjeç. Benardi ka një histori suksesi, do e quaj unë, por edhe sfidash dhe sakrificash si shumica e emigrantëve të tjerë. Për më tepër, Benardi na bën një prezantim për ju dhe për ato që se njohen. Benard, mirë se erdhe dhe faleminderit shumë që pranove të marrësh pjesë në këtë podcast. Mirë se u gjeta. Unë jam Benardi. Kam nga 20 vjet në Itali, jetoj në Trentino. Vi nga ishmi, nga fshati i bukur i Durrësit. Shoqyr doli dhe tjetër që e thotë se ma ka ngec gjithë mua, sigurisht tha mund kot. Edhe fillimet e mia në Itali në 2006. Ne kemi ardhur si shumica e emigrantëve të jashtë ligjit nga Kroacia, një sakrificë i kur i mendoj sot nuk e di, më duket për qesh. Se është mëndën, po pavarësisht që isha fëmijë, po është më mëndën shumë e vështirë. Dhe fillimi në Itali, pa ditë gjuhën, fëmijë, një vetëm baba i familjes që punonte, shumë e vështirë. Shiko, na e përshkruaj pak të rrugtimin tat. Ti bëj një parashtrim faktikisht sepse Benardi është djali i hallës time dhe ne jemi rrit bashkë. Këto kanë ik atëherë në 2006, se fshati jonë s'kishte as rrugë. 2006. Thjesht kanë kalu, kanë ik edhe kemi marrë vesh që kanë arrit në Itali, domethënë siç ishte edhe koha atëherë. Një përshkrim të shkurtër këtij rrugtimit ose vështirësive dhe gjërat që keni kalu gjatë rrugës. Vështirësi është gjithë rruga nga fillimi deri në fund. Po ne jena nis e kena bë për tokë, si gjithë themi ne. Domethënë, jo, se kishte edhe me të skaf, po edhe për tokë. Nga Kroacia, po. Edhe jemi nis në Tiranë. Nuk e di pse ishte ai mentaliteti, atëherë mos mi tregu kujt. Edhe jemi nis pa i tregu kërkujt. Jemi nis nga Tirana me autobus, kemi udhëtuar gjithë natën. Kemi arrit nesër në Pej. Nga Peja në Beograd kemi marrë një autobus tjetër, po atë ditë. Në Beograd kemi flet një natë atje që nuk e di ku mi rrugë, të më dukte nga ato gabinat elektrike që kemi lagje ne. Edhe nga aty të nesëmet jemi nis Kroaci, jo Bosnje, Kroaci, Bosnje dhe Kroaci në kalimin e kufirit e kemi bërë natën në kom. Aty mrapa nga i dhomë tjetër, që edhe vetë si maj me në mirë, sinqerisht. 20 vite normalisht. 20 vjet, po shumë, sidomos kufiri i Kroacisë me Slovenisë, ka qenë gjithmonë i tmerr i vërtetë. Po pse për shkak si ishte ai? Po kemi bë diku. Domethënë Kroacia ishte në Europë atëherë? BE? Jo, Kroacia. Domethënë do hynin në BE ju. Do hynin në BE, po. Kemi bë një udhëtim gjatë 8-9 orë në kom. Sa 4-15 sa ke qenë? Mes pyllit 16. Ti 16? Ka qenë edhe Briani që është Benardi akoma më i vogël. 11 vjeç, edhe mama me valixhe e diçka tam. Po valixhet pse pse duheshin? Po rroba më ndru. Për rrugës. Për rrugës, po. Edhe aty, që thamë mësje 3 orë, 4 orë, në gjumë disa qenë. Edhe gjithë policia. Mund kemi bodra rreth 1 orë vetëm vrap nga Afrika. Me valixhe dhe... Me valixhe? Unë e di dhe paka shumë historinë, po ndoshta nga emocionet me këtë kam mbajt edhe vllajën krahe, se ishte i vogël. Se Benardi është... Jo, vllajën qenë më mamas, ju bëtën prish kputët komplet. Edhe diku mi moment sa ratha, unë së në qëtë dalë do të bënë, ju hikni.
Domethënë do të rrinte atje në Po shifsha tjertë, nga se ishin vrap, po shifsha tjertë hikshin së pritse as njani se gjithë dhe kush menojt atë hallin e vet. Edhe më në fund shof ishim gjyqtar. gjyqtarët çfarë bën? Jo hiç ata shoqin Shiko. thanë. Këto janë histori që kanë ndodhur para 20 vitesh edhe normalisht detajet edhe harrohen. Aq më tepër kur gjithë sakrifica shpërblehet sepse sot Benardi që flasim është një familjar me 3 fëmijë, ka biznesin e vet, edhe këtu është në kuadrin e një sipërmarrësi, se pavarësisht se nisëm me historitë e vuajtjeve, po Benardi është në kuadrin e një sipërmarrësi 3. Benardi përveç gjithë këtyre vuajtjeve, në moshën 21 vjeçare ka nis të punonte për vete. Mos ta bëjmë superlative me këto, kishte biznesin e Në vet. fakt unë kisha babin para që punojte. Për vete, po unë punojsha punëtor diku tjetër. Edhe mi natëm më tregoi që thatë ka mori i punë thatë, pas ja dalë me bo vetëm. Edhe unë pa i thonë që fare shkojt nesmet edhe kërkoj licencimin nga firma ku punojsha. Dhe isha 21 vjeç, nuk isha në një kush e di çfarë, po ka mos punu gjithmonë. Edhe shkoj ke kapë e them thash që du me ikë. Tha pse, i tregova historitë. Mirë më tha mu. Turoj gjithë mirat, qoftë se i të nesme të kesh nevojë, ktheu. Aty, i gëzum, shkoj ke shtëpia. Babi si I gëzum se kishe lënë punën. Po. Edhe shkoj ke shtëpia, i them babit. Babi, jo pse e ke lënë, jo. Drosje punë, jo. Ajo frika jo e prindërve, frika e çdo shqiptari në fillim. Pavarësisht se sot për shembull 20 vjet është diçka më ndryshe. Njohim gjuhën. Si ka qenë dita jote e parë në Itali? Që ma mend domethënë që ke dalë. Jo, unë ditën e parë që kam marrë në Itali më e mend. Se nisësh nga Shqipënia thu do ik në Itali, apo? Domethënë ishte vend e ëndrave Italia. Po. Pavarësisht gjithë ative vujtjeve të rrugës e këtë, vini në Itali, babi ato se puno vetëm, të bish familjen, shtëpia u dojtë më e madhe. Edhe me gjetë më lirë, kështë gjetë më i malë. Shkoj atje, unë atë qënë, shof, ishin ndroja 30-40 shtëpia. Në fshat. Në fshat, da. Po këtu në Rovereto, ëh? Po, i në Trentino. Trentino. Edhe telefoni s'kapte. As një të rive, kalamaj vetëm unë e vllai im ishim. Dhe motra, se motra ishte këtu. Edhe thësha, kjo më Italia. A kupto, se unë nga Shqipënia unë nisa me ta Itali, u dëshë më dikte pallate gjona. Po, ja 2 javë më dhe tjene si ishim klandestin, babi dhe të mos ditë se të ka policia. Edhe, baba pasha vash më vonë, filloj Si ka qenë për shembull? Dolë Se me 16 mjefte. vjeç sa ke arti i bi fiks në kulmin e adoleshencës, domethënë, sepse adoleshenca mos ta krahasim ditët e sotme, po bëhet fjalë në vitin 2006, Shqipëria ose fshatin tonë herë të paktën kishte adoleshencë, s'kishte rrugë, kupton se tjetër gjë, jo. Po si ishte adoleshenca jote këtu si një klandestin domethënë? Ma sa kohë ke bërë dokumentat? Mos si viti. Ha, domethënë një vit. Si ishte një djalë 16 vjeç këtu? Si ishte përditshmëria jote? Sinqerisht, ai viti i parë për mua ka qenë çik frikë, kupto? Se Frikë sepse realisht ishte rrezik apo ishte pa frikë që kishte letra njerëzit? dhe drove shumë gjana si dishim. Edhe babi gjithmonë, jo, mos dit ka policia, po policia. Domethënë ne këndetemi vit pa letra nga padituria se babi mori avokati. Ja shketet bëjnë dojtë vetëm plek. Ku ishte thjesht shkojshe të bëjshe kërkesën polici, ka larë fëmijët e në merreshe letrat. Se minoren, apo? Po prap, domethënë se kam ardhur, mas 2 muaj direkt, ka që 6 veta në shtëpi, me i rrogë nuk bilet, pavarësisht se Po. thonë Kudo që t'jesh. Italia Sa do mirë tjetë rroga 6 veta është e pamundur. edhe fillova punë. 6 veta ishte edhe gjyshja, se Po, dhe gjyshja. Ishin Ishte 3 fëmijë, babi, mami dhe gjyshja. Dhe gjyshja. Edhe, unë isha me 5 mesit. Qoj dhe babi poshtë ke autobusi prapë gjysë ore tjetër. A i shkojsh atje, ditë e para,
të merri vërtet, s'disha as gjuhën. Ato më çon plago ti më le. Si mund të jetë? Unë sa rita perceptoj atë si mund të jetë. Ja, hidhu atje mes sheshit. Higova, si mund të jetë? Mes sheshit, unë kisha i person që të shkoja. Po dakor të pas disha kush është, as disha më vesh me ta. Aq më keq. Si je duke kërkuar një robë se di kë po kërkon. Jo. U prezantua tu me babin. Apo? Se më çoj babi ditën e parë. Okej. Se gabo. Edhe shkoj aty unë. Ai më thojte bokta. Italisht, unë. Hiç fare. Edhe shumë vujtje madhe ato ditë e para. Vujtje shumë e madhe, sa i më thojte bej vejke, më qosha i tjetër, thojte shqohë. Po kur ka qenë për shembull koha ose periudha, si mund ta quajmë, që ti ke filluar të mendosh që okay, po adaptohem me vendin, po e mësoj ose ke krijuar rrethin shoqëror, se në moshë 3 krijon shpesh, emancipohesh, e bësh pjesë e shoqërisë. Kur është kjo, si filloi domethënë? Venin. Dhe shidra. Jo vendin, më shumë shoqërinë. Ka të bëjë edhe shoqërinë, me thonë ato vitet e para unë sinqerisht nuk kam më zdal. Edhe isha punë shtëpi. Nuk të zdilte. Kisha dhe i punë tillë, punojshi për i firmë që detyroj të 10 orë në ditë. Nga hora të prante, shtunën 5 orë me detyrim. 7 mjesit ku do të ishte puna do të prezantohesh aty. Unë isha 5:30 për ditë. Domethënë 10 orë ishin punë pa llogarit. 2-3 orë të parë, 2-3 orë mbrapa. Po si ka qenë kjo? Edhe drop puna nuk isha kohë dilçe. Po si ka qenë kjo puna domethënë se ngjon lloj versionesh të emigrant. Unë se kam provuar emigrimin. Unë kam marrë domethënë në Europë. Emigrimi nuk është i lehtë, pavarësisht që jo, kam gjuar lloj versionesh. Disa thonë për shembull që janë sjell mirë italian. Disa thonë që italian nuk janë sjell mirë. Disa fajsojnë emigrantët, disa fajsojnë shtetin. Si ka qenë domethënë si e mendon ti? Se mendoj që si sjell mirë italianët me shqiptarët gjithmonë mirë në sjell. Që ka gjithmonë individ. Është tjetër gjë personale, po bashkësia. Unë këtu ka racizëm. Po ka racizëm, më kemi lagje racizëm. Shef njëni i mi, a kuptoj, kështu që nuk. Domethënë, je përkrasim më thonë nga shoqëria e vendit këtu. Po s'bëhet fjalë ka u bë. Jo, në fillim sepse ti tani ke net më shumë ktesi sa në Shqipëri edhe ti edhe në shtetas italian sot, kështu që nuk ke asnjë lloj dallimi si më thonë me këto të tjerët. Po sepse faktikisht po ti bëj këtë pyetje se mbram paria me një kushërin ton, ti e një folti. Edhe po më tregonte komplet të rrugtimin që ka në Itali. Ato bujtet e sikletet e gjithë gjonat. Po vende, a kupton, sepse këtu duke qenë se janë çik më afër me Gjermaninë, Trentino, edhe ndoshta nivel më i lartë, ndikon pak. Dikur ka pas më shumë racizëm. Kurse tash kohët e fundit me shqiptarët. Po në mendimin ta si janë sjell shqiptarët në vitet e para këtu? Në Itali, si në gjithë botën. Pa dituria, uria për lekë kretë. Domethënë për një jetë shumë të ri, pa familje. Si vazhdon për mendimin tim. Pastaj, domethënë ti nuk e shkuan në shkollë kur ka këtu. Jo, fare. Domethënë direkt punë. Punë. Po si vazhdoi pastaj? Ja, kaloi adoleshenca, mosha 20 vjeçare. Këto kohët që filloi pastaj bënë këto progresin edhe fillove të punoje për vete. Po mosh, siç thash ata që histori që tregova parë, 21 vjeç, mbrapa fillova marr punë tjetër. Sa e vështirë është për një emigrant të ketë një biznes të vetin këtu në Itali, jo vetëm këtu në Trentino po themi. Sa e vështirë është për një emigrant. Domthonë lidhje me komunitetin, me shtetin, shumë e vështirë. Ti je i huaj gjithmonë, apo? Pavarësisht që nuk e shprehin, po nuk pengojnë e kretë të gjitha, ama me shpirt nuk janë ato që duken për mu. Po kush ka qenë Chelsea? Ina gjithmonë të huaj për këtë. Kush ka qenë Chelsea jot i suksesit, mendon ti për shembull që të ka çu në këtë pikë, sepse unë jam i bindur që në hallë sipër brezi i prindërve tanë kanë pas atë frikën gjithmonë, kupton? Ata kanë pas frikën me dal nga dera, e kanë akoma. Kush ka qenë Chelsea i suksesit mendon ti për ty për shembull si Bernard që s'ka bot ndaloje? Për mua Chelsea i suksesit është gjithmonë puna. Se këtu si intereson kujt se kush je kursi. Po ti dedikohesh punës, do ti jesh mas punës. Edhe të punosh. E vlerësojnë punën. E vlerësojnë. Do të thotë po ti je një njeri punëtor që punon gjithmonë, je punë në shtëpi, do të thonë respekto ligjet e këtyre gjitha ku je i vlerësuar shumë. Po me punëtorët për shembull, si sa e vështirë është për ty që duke qenë se në fillim bëhet fjalë se tash i tham, tash globalizmi këtë
të mirë ka si Ka thosh. qenë e fillon me një. Është Si e me që hapa dhe punëtorë gjithmonë thatë, ja vonoj ditë lekut, jo s'mirë plek, jo s'mboja. Janë budalliqe që domethënë probleme arri që nuk i si merr parasysh më auto. Sepse janë për gjithë. po. Për botën që po jetojmë sot janë për gjithë. Po. Shiko, si mendon që do ishte jeta jote po mos kishe ardhur në Itali? Çfarë do ishte duke bërë sot në Shqipëri për shembull, po mos kishe ardhur atëherë në Itali? Se di më thonë edhe Se ke menuar? Se kam menuar ja. Se unë mendoj shpesh Po do jemi fiksuar këtu. Jo, kjo do të thotë që ti je shumë rregull ton, përderisa se ke menduar një opsion ndryshe, do të thotë që ti Jo, më jo, atëherë nuk më merr mendje që ka shqiptar që nuk do me u kthy në shtëpi vet. Po ama duke pa çat jep shteti këtu edhe çat jep Shqipëni. Jo, unë mendoj me Unë sot jam i martuar, kam 3 fëmijë, fëmijët e mi si që me jetu nishëm. Unë vetë du me shku me shpirt dhe me zemër, po po pse? nuk është një vend me rrit fëmijë. Çfarë shef ti për shembull diçka? Skamër është zera komplet. Shpirti më dhëm, po zera është. Është realiteti që nuk e mohim. A kupto? Gjithë hec puno, investatje, po. Se shpirti e zemra atje është po çfarë më bë. Si në këndvështrimin tanë për shembull, si është mundësia? Çfarë mundësie t'jep Italia një emigranti? Sepse ne këtu po flasim domethënë i harrum vujtjet, i kalum edhe tani po flasim për ditët e mira, ha? Sepse është ajo, Atëherë, domethënë po të flasësh në Shqipëri me gjithë prindit shqiptar, o boje këtu veni jo, pse për shembull se ti ke marrë dhe kunatin, e ke marrë në Itali. Po. Benardi ka marrë kunatin e vet, e ka sjellë në Itali, ka qenë shumë rregull atje me prindit, me punën dhe ata me biznesin e vet, dhe prapë ka marrë dhe më ka suportuar dhe e ka ndihmuar për me ato. Pse për shembull është më mirë këtu për mendimin tënd? Jo, po është më mirë se këtu po qej zoti për diçka ti mund të hash përpara. Sta analogush. Amo do t'jesh dikush me një drejtim. Po nga Edhe se këtu vjen të kjo? duan gjithë. Nga se vjen kjo? Nga kultura e punës sa? Po unë them edhe kultura e punës. Njerëzit punëtorë këta i duan. Po çfarë vështirësish për shembull ka se s'du me të bombardu me pyetja, kupton se këto janë pyetje që mua më vijnë, si më thon, spontane, kupton se ti e di shumë mirë që s'kam skript. E kemi pa pyetjet para përgatitura. Kush është si është jeta një triu këtu para se martohesh? Si jeton një emigrant? Jo që do të them tjera të unë mund të tregoj për shembull për vitet e mia. Po, patjetër. Vitet e mia ishin po, domethënë, unë punë gjithmonë. S'lesha punë në herë. Edhe isha i shoqërisë gjithmonë ai që kisha makinën, se punoja nga boja se ta mund të kam marrë 280 orë në muaj ndërtim. A kupto? Pavarësisht se thonë jam në Itali. Edhe kur shkojmë në Shqipëri ne shkojmë të thonë haxhën lek këto. Po ne haxhëm lek sepse është ai muaj që kemi pushime. Po, do të na shfrytëzojmë maksimum. Edhe dula më kënaq. Sepse vin gjithë vitin nuk është që bëjnë jetë bukur kush e di çfarë. Të fillu ndaj unë i ri këtu ne, atëherë ne dikur po se kishte leku kishte më vlerë. Ditë që Italinë e veriut në për diskoteka gjitha në Austri, shkojshme me pushime. Hapë do të dilte. Nëse sot është bo... A është bo ndryshe, apo ti e rritur, je pjekur, je bo familjar dhe nuk i di mo që ndodhë? Ka të bëjnë të dyja. Shiko. Po nuk është, për rini do të më pas shumë kujdes të më këtë qytet. Po pse për shumë? Është shumë e letë të dalësh nga rruga. të dalësh nga rruga. Po pse për shumë, që ka ndryshe këtu? Nuk e di, po shtohen nga dita ditës, unë shoh që rinia është tu shkatru nga dita ditës. Qa kuptimi për shumë, që do të shkatru? Po alkooli, drogat. Fillojnë deri 3-14 vjeç. Që ka të bëj pyetje? Ndash përgjigju, mund edhe mos i përgjigjesh, se ta thash, ta pyetjet e mia janë, si më thënë, spontane kështu. Qa mendimi ke ti për italianizimin e shqiptarëve? Se po ta shohësh, ne njohim bashkë shumë shqiptarë që jo pretendojnë, po duan të sillen si italian, duan të bëjnë gjëra për shembull që nuk janë të forcuar për ta bërë. Më kupton? Ose për shembull ke fëmijët e vet nuk flasin shqip, jo, ç'a mendimi ke ti për këtë lloj ndryshimi tek? Për mua është ignorancë komplet. Ti atëherë, ti edhe gjëra me shoqëri të tilla, këtë të tilla. Prap për mua, për këta je gjithmonë shqiptar. Edhe ti nuk mund bëhesh si takush, sepse ke të gjakun mbrapa që nuk le. Për mendimin im ne kemi me gjak shqiptar.
Me shku prapa ashtu jemi. Po ka edhe individ që po pak janë auto. Unë i shoh edhe këtu. Ka 20 vjet, 30 vjet. Prap shqiptar. Kjo podcast i funit që Ama gjithmonë respektoj ligjin e këtij, pa ma traditët e mia i di vetë. Pikërisht pra, është një këngë e Banaj Gjibani më duhet. Edhe ndër të tjera, nuk është kam ne respekt madh për to, por më pëlqen kjo këngë. E thot, kush harron se nga ka ardhur, nuk e di ku është të shku. Edhe unë e mendoj, domethënë, i mshoj shumë ti mendimi sepse identiteti dhe kultura që njeriu është rrit, e bën atë që është, ta them me fjalë shumë. Fjalë popullit. O si me qenë të thonë, unë s'du nana për du njekër. Ta. Kjo ishte jo më thotë mu, jo se rimas albanese. Po që i jeti më? Ne? Nga hume. Si të rritë lopë me mu dje, sot të atë mu se rim. A kupto si qarë... Kjo si kisha njëre ke shprejë, për që e me vërtet e pukën. Shiko, kohët e fundit, Benardi është bërë dhe shumë aktive edhe me shoqata shqiptare, që bëjnë organizime shqiptare. Sinqerisht, jam... Shoqata ka kohë këtu, kanë Jo, ti je bashkuar dhe shumë aktiv, unë isha mora pjesë para një muaj e ca, sa ishte ajo? Jo, ta them unë. Tash shoqata ka shumë vite këtu. Kanë hap shkollën shqiptare, kanë hec kanë bë punë. Apo? Po tash i patën një tip një fest, kujtësi diturisë. Jo, kujtësi. Ashtu kujtësi diturisë? Kujtësi diturisë, po. I gjuhët shqipe. Edhe më kërku një dorë, minimum, edhe bona qa ishte... Jo, se kjo vjen nga patriotizmi, se Benardi nuk është rimas të albanese. Benardi është rimas të albanese. Vishin fëmijë nga gjithë Europa, gjithmonë shqiptar, nga gjithë trevat shqiptare, edhe... Jo trevat shqiptare, trevat ku kishte shqiptar? Jo, me origjinë nga trevat shqiptare. Okej, me origjinë, pa. Nga gjitha trevat shqiptare, pavarësisht jetojnë në Europë, po fëmijë shqiptar gjithmonë. Edhe ishin 200 fëmijë. Po çfarë bëri ty për shembull? Çfarë shtyu ty që të kesh 2 ditë punën tate? Kanë qenë edhe punëtorët e Benardit, kanë qenë të gjithë të angazhuar te atë ditë fest, ajo bën formë feste pavarësisht se ishte në formë kuici. Çfarë shtyu ty? Pse duhet ta bësh ti për shembull? Të harxhosh lek. Jo të fitosh, por të harxhosh lek. Jo, për mua kjo gjë do të bëhet shumë më shpesh. Po pse duhet? Çfarë shtyu? Nifën edhe fëmijë njëri me tjetrin. Flasin diçka më shumë, kanë ditë njohuri më tepër. Si mundohesh ti për shembull? Sepse ti flitet vetëm për Shqipërinë. A kupton? Edhe gjithë aty, gjithë shqip flasin. Janë rreth gjithë me atë kulturë. Po mirë, është diçka shumë e bukur. Një pyetje. Jo se jam kundër, unë jam shumë pro kësaj dhe ti e di. Po, domethënë, për një mendim ndryshe le të themi. Pse është i detyruar fëmia jote që ka lindur në Itali të ndihet patjetër shqiptar? Ose deri në çfarë moshe do mundohesh ti të thosh që shqipe si je shqiptar, do të flasësh shqip, tradita shqiptare. Gjithmonë. Po pse është i detyruar më për shembull të ndjek ty? Po është ai shqiptar është. Ai fëmia imi i parë për shembull, pavarësisht se ka lindur këtu, po. Ku ka lindur fëmia imi i parë, unë s'kisha pasaportë italiane. Edhe unë fëmijën tim si shqiptar kam lindur. Ai ka thënë ka lindur një shqiptar në Itali me letra, kështu shkruajnë. Kupto? Po prapë edhe unë sot që kam italian nesër me bosh fëmijën e katërt, unë prapë shqiptar. Po mirë, çfarë mendimi ato që shqiptarina? Po ato që mendojnë ndryshe, për shembull, si mendon ti? Se di gjithë kush e ka ato ide të veta, po për mua nuk është gabim. Faktikisht edhe unë i mendimit siç je ti jam, sepse emigrimi nuk besoj se ka emigruar deri sot. Emigrim nga emigruar italianë shumë. Po emigrantët italianë nuk kanë emigruar se s'ia dilshin dot atje. Kanë jetuar për akoma më mirë. Për të njëjtën gjë. Jo, për akoma më mirë. Mos italianë të jugut. Kurse neve në Shqipëri ku kanë italianë të jugut në Amerikë për të njëjtën gjë kanë shkuar si puna jonë. Po, vërtet është ne. Shumica. Ti ke një ditë ngarkuar patjetër sepse kesh një punë tatën, sidomos në një shtet siç është Italia që dihet që kulturën e punës e kanë fiksim të edhe ata ka dalë edhe ajo shpreha si shpim kafën shparën kafe italian shpejt për të shkuar në punë. Si e menaxhon ti kohën tate për shembull me 3 fëmijë, Benardi tonë me prindit, ka dhe punën, edhe gjen gjithmonë kohën, edhe ta dini gjithë që Benardi po bëhet gati edhe të vjen për protestë në Shqipëri, domethënë vetëm për t'u bashkuar popullit, nuk ka lidhje fare me idealet politike edhe këto. Si e gjen kohën, si e menaxhon kohën? Atëherë, koha këtu është e programuar. Po i kesh do jo me shkruajt sot tonë nesër.
Do të filloj hona vje prend nuk e di drosh në gjithani, po unë këtu se kupta. Ata këtu çdo gjë e kemë në program. Po si e gjen kohën ti? Se sot është e vështirë më të gjesh në Shqipëri. Kohën, unë sinqerisht gjesh në Shqipëri, gjesh çuna shqiptar që jetën me prindët është, po mos them është e pamundur. Ti arrin në Itali, Prindit e mi që unë. se kjo është një vlerë patjetër shumë e madhe dhe ka një bashkëtesë të mirë, se probleme kemi gjithë po. Si e menaxhon ti kohën se për 3 fëmijë, se Benardi edhe për fëmijët është aty gjithë kohës. Diabeti kanë qenë në aktivitet gjithë kohës bashk. Si e gjen kohën ti? Se neve na kanë bërë pak gogol faktikisht Italinë. Oh, aty s'ka Jo, kohë. është fakt gogol. Ne vetëm në koha jon vetëm funjavë është me fëmijët. Funjavë, gjatë darkës ke shtëpia po, që më morë ose gjatë verës, tash që gjatë ditave shembull dalim diku atje këtu po. Po energjinë, se duhet energji, duhet fuqi. Jo energjinë me fëmijët. Ku ka fëmijë para ku Harrohen gjithë kohë. vjen energjia vet. Po menaxhimi i punës, domethënë, shiko. Edhe unë punoj për vete, ti e di. Edhe njeriu ka ca parime. Ta bëjmë çik kështu tash inform, si më thon, këshillimi për tjerët. Parimet tuaja të punës, kush janë? Përveç asaj që the punë. Po prap ka edhe ca strategji. Qoftë do t'i dash me ne, as ndoshta i ke kështu sekrete profesionale. Strategji atëherë, të them unë ta filloj punën nga fillimi. Kapta unë punë kam filluar këtu për shkak të i vogël. Edhe mu plaku gjithmonë nga i vogël gjithmonë punë. Unë arrita të bëjsh edhe të hënë premte. Apo se të punoj shumë të hënë premte 10 orë në ditë ndërtim. Premte ndarkë punosh gjithë natën në diskotekë, nesër të mjes 7 me 5 ndërtim, shturën ndarkë diskotekë prap. Punonte, as? Punë, punosha tip kamarier në diskotekë. Edhe kisha lek se s'kisha komi i prish. Auto. Brava, jepshe normal, jepshe familje se këtë, jo brava mora makinën time, jo patente, nuk filla bosh, brava. Që është i qik dra dhe mosha re, për shembull unë që kam hyrë për vete, ka qenë edhe pa gabim, se shefi 2 lekë më shumë, edhe sikur të prish pak si njëri. Je ri, jo, nuk është problemi të prish lekë edhe nuk ka mungesë eksperiencës. Edhe budollishe brava, jo shoqënia, jo, do të kesh në kujdes shumë nga shoqënia për mua. Është diçka shumë Kur njeriu gabon, siç përgjithsisht gjithë rrit gabojnë. Nëse ka rob që ka gabuar më fort se unë, s'po më mendja, po se unë kam bërë shumë budalliqe në jetën time, po pavarësisht që kam punuar gjithmonë, po budalliqe do të thotë krim, ha, budalliqe vetes time personale. Do të thonë i kam bërë keq vetes time, apo? Që ti duhet vetë sigur pa kush e di çfarë, po është drallë shoqërie çik. Po kur është momenti që ja kupton për shembull që prit një herë se nuk duhet më vazhdu më kështu siç po sillesh, për shkak se këto që po bën. Po varet nga situata mbrapa, po se ka rob që se kanë kuptuar fare, ka rob gjithmonë ka një motiv. Ku ka qenë pika jote Benart, më e ulët që thosh për shembull emocionale, që vjen një moment që nëse çdo njeri ka. Jo, unë ta tham, unë se unë dikur pisha shumë. Edhe auto jo këtu me një me tjetër, mirë të tjerë. Ja po vjen puna shpesh gjithmonë tap shtëpi. Po thuajse. Edhe fillon ra u bë me fëmijë, me nuse, me babën, me ato çfarë po bën djalë. Auto, kështu pak do nganod mu. Shoqëri me të një me të madhin zato, do se ta vetë se kuptoj si, që është tek. Është jetë shumë e keqe. Shoqëri brava njëri shok tjetër, po s'ka shok. Çfarë është një mësim që ti e ke pas gjithë jetës për shembull, që të kanë ndjek ose domethënë që të kujtohet nga vitet e kaluara, nga këto vite që po thu për shembull. Çfarë është një mësim që ti e ke mësuar dhe do t'ja sugjeroj? Po çdo ditë e jetës është mësim më gjëra. Për mua, fini që kupto. Të mësoj me njoftë Europë, e shef si është, nuk pëlqesh kom vendin tat, jo, ne dikush gjithmonë keq i mirë. Një person po gaboj një herë me ty, e fal, ai vazhdo prapë për mua, po. Edhe ne fëmijë si jep shumë tumtive gjëra. Edhe shok tjetër. Po s'do fort kurse. Po a kishin vetëm me shqiptarët këto problemet me shoqërinë apo edhe shoqëria italiane? Jo, ne kena pas shoqëri dhe shqiptarë dhe italianë që qërëshim në një tjetër. Apta? Se unë fakt, pa ta njofje 2 çuna këtu. Të 2 njoni nga origjinë nga Tepelena, po këtë qesë më ferrës në Durrës, tjetër nga Bushneshi. Edhe me ta kam kalu shumë mirë, me thonë drejtën. Janë nuk e di e bëj mirë që përmend emrin, po ky beshonë se ka emrin Tigër. Ka emrin Tigër. Me Tigër për shembull. Ka emrin e vërtet Tigër. Me Tigër për shembull, Tigër e du shumë fort. Unë bona që në
Edhe asnjëherë s'kam bërë afër. Do me thënë që pra nuk është se s'ka vetëm shoqëri të keqe, ha? Është i çun që kam respekt, apo se është gjithmonë shumë djalë i mirë. Pa pra është një lloj As ndjesi. nuk përzi, as nuk Shiko. vetëm të gjithmonë me ta gjithmonë nga dhata. Tash një gjë s'kam kuptuar kurrë nga prindit shqiptar. Aq më tepër prindit në Itali, sepse ju e keni pas mundësinë më shumë se na që jemi rrinë në Shqipëri. Ose të paktën na që jemi rrinë në fshat, se në Tiranë ndoshta Më shumica nga ne Jo, ka shiko. kriju vetës mirë nuk e no. Jo, dakord, pra, mundësia është ndryshe sepse mentaliteti e gjithë gjëra tjera. Po për shembull, çdo prind shqiptar po ta pyesësh, pse ka gabu djali jot, thot shoqëria keqe. Domethënë gjithë ja ka fajin shoqëria. Kur është faj personal? Për mua s'ka faj kush ti. S'ka faj kush sepse ti unë më më herë tregoj këtë histori. Po bën shej veprim të keq. Edhe do i më ashoj diçka i personi me bogët veprimin e keq ndaj meja apo. Edhe më tha ky ja ku e ke tha, sa dush. Ama mos harro se një që t'jep ta nuk është shoku jot. Unë të mos e bë. Po fjalët e tij shumë më kanë gjithmonë sot për shembull e kuptoj që jam vetë ai që i kam dëshmë e bëj diçka. Nuk është as shoku as njëri. Që se prindrit tanë thunë, jo po faj këtij shokut, jo po aja çon rrugë keq. Nuk çokush rrugë keq. Ti shko, njeh një person që se s'pëlqen. Po ti të pëlqej ajo jetë, prandaj ti afrohesh, a kupton? Po është edhe mosha, ha? Se s'do të më harro se sot Benardi është shembullor, mos duket sikur ke lartë për më 20 vjet, shumë për shembull filloisha ditë çapishe, filloisha gjana pas njifsha të gjithë. I shkojshe dakord të gjithë se po të thosh drodhe makina, si gjej vetëm nga mosha të artësoni isha me makinë. Ka pasë makina të mira për kohë. Ne punojsha, por isha vetëm që punojsha. Ky tigri për shembull ka filluar se 3-4 vjeç punë. Filloi ta marr. Shiko, po të vinte një djalë sot, shumë djalë i mirë. një djalë 18, ti ke rastin e kunatit atë. Bernardi ka marrë kunatin në vitet e fundit këtu në Itali, djalë i ri, 19 vjeç, 20 vjeç. Si do ta ç'a do ti jepje një këshill? Unë për veten time e kam një këshill që e kam marrë men nga Xhaluli, ti e njeh ku kam marrë në Tiranë për herë të parë. E marrë men ditën e parë. Unë që unë erdha nga Stambolli etj për pasi pata shku gjë me stimi tuaj me studiu në Stamboll. Merr sala stacion të autobusit në çon shtëpia, sala është vllai. Kjo Tirana, ky është stacioni i autobusit kaq. Merr mrapa Xhaluli në telefon thot, hajde pak këtu. Shiko thot, mana një gjë për me. Se Xhaxhi ishte luli intelektual, është akoma, kupton, pa atëherë domethënë bëhet fjalë para 15 vitesh. Mos shkom thot mu në vende ku është shumë i mbipopulluar, domethënë ka vetë mundohu zgjidhje, dhe mos shkom vende ku shkojnë gjithë kategoritë. Zgjidhe vendin. Edhe po mendoj, çfarë thotë Është vërtet. Mu shoqym ka ardhur dita për medalja, kupton? Ku ishim sum kafe në burse ne ti e di ke limi dilçim kafe, kupton se ti sa nishë. Pra, edhe këta e marrin mend gjithë Po me i vën se të pëlqen ti, je të shku ti aty s'po të marr kush. Kupton? Pra po ta thonë ne jemi kështu po deshe vazhdo, po deshe. Gjatë viteve të rinis. Ke pas momente që ke reflektuar për shkakun që okay, po gaboj si më thon. Po ma thuj që nara burr. Po problemi është ku je i ri. Po atë s'ke rinia i shpejt, a? Ai ta pratë burr. Apo më no për momentin të thum rava hacës. Hacë figjeta. Kena qenë gjithë kështu. I jetë po pranoj po të pyes. Unë sot për shembull kunati tim e tham unë ka kështu am qenë unë po i llojem. Mu më thotë da. Po ashtu që për tas ka herë zembe ta se normal punojmë bashkë edhe kjo puna. Po mo po është rinia, ato ne kemi ndryshuar shumë. Është brez tjetër, rreth parë. Po pra, 15 vjet më i ri. Edhe ditët po ndryshojnë shumë shpejt, rreth dytë. Informacionin e kanë shumë madh rreth tretë, sepse sot nuk mungon asnjë lloj gjëje. Nëse dikur ti ke ke mësuar gjuhën këtu, ai ka ditë gjuhën atje, edhe ka pastaj këtu. S'ka shumë. Sa me diçka më ty për shembull. Tregoj punën e historisë rinis. Marrë me kunatin tim, do respektoj shumë djalë i mirë. Nuk po e marrim për ta shoh, se duam shumë fort, se kur ta shoh fani mos më. Siç është ajo është dhe tjetri, kam dhe çunin tjetri. Rinin për shembull përgjithësi i shoh që sa ti thushi diçka ja thua, e di thot. Për të burr. Unë kam fillu punë këtu në Itali 2 ditë para se lindaj. A kupton? Em thati ta, "Na më bëj." Po si thamë, çka ke më bërë ekspert gjithaneti? Shiko, është problemi i brezit Z, gjenerata Z. Unë shoh, po disa xhirojmë shumë për kanë tjera, ka dhe firma të tjera. Rinia, përgjithësi, ja një për shembull, i çuni i ri ditë, nuk e kuptoj pse. 2 metra djalë, këtë kishte vitator, më thotë më hiqi baterinë. S'di më jak baterinë. Auto 18 vjeç. Ne kena qenë tjerë. Shiko, edhe prindit tonë kanë qenë tjerë me ne.
Këta janë gjenerata Z. Edhe matrit. Shikoj, gjenerata Z dhe gjenerata Z këtë problem ka. Nuk pranojnë të menaxhohen dhe nuk pranojnë të komandohen. A kupton? Është problem shumë i madh që janë këta. Po ti për shembull, se shumica punëtorëve që ti ke janë 3. Jo më komandohen. Si ja del ti për shembull? Jo më Po komandimi është e burr se nuk është fjalë rënd të komandohesh, se në punë dikush do komandoj. Jo më po pra, jo më se kanë komandimin, ta thjesht thon i dim në gjonat. Mrapa ups dim apo. Po ne kemi qenë ashtu. Po jo burshim tjerë. Po me Po mos ta bëjsha gjën 7-8 herë që ta mësojsha mirë, s'dojsha kurrë di. Po mirë si ja del ti për shembull me këtë lloj situatë, me këtë lloj mendimesh që kanë këto tricat. Çfarë do bësh? Po jo, hajt vërtet. Ja sa për mua të bëjmë punën, çfarë ta mundesh. Po mirë. Punëtor, çuna janë punëtor, megjithatë, janë shumë rinia shqiptarë këtu punojnë. Çfarë punë bën ti Benard? Ndërtime bëjmë ne pak nga gjitha. Pak nga gjitha. Ndërtime të raja jo, për shembull, po rregullime për ishte gjëra. Si funksionon në Itali, se s'para ka shumë shumica shqiptarëve. Dhe si e gjen punën ku? Po njëfsi tjetri, shoku. Vitet. Ka, sa dush. Ka punë. Punë pa, po sa. Kush do me punu, ka punë gjithmonë. Gjithanë apo ai që don me punu, këtu njerëzit, unë shoh shumica ka për shembull çuna që punojnë, çuna që s'punojnë. Një njeri që do me punu ka punu, unë s'kam gjithmonë kam punu. Për mendimin tim do të punosh jashtëzakonisht shumë. Cila është ëndra jote e ardhshme për të diçka? Ë? Ëndra jote e ardhshme për shembull për biznesin që ti ke, cila është hapi ose kur ti thosh për shembull du të bëj këtë, ke puna ime, po diçka të madhe le të themi. Domethënë e du të nxjerr muhabetin, a ke plane të tilla, a kupton? Po ma plane tash gjithmonë ideja është me shku sa më lart, po këtu në Trentino më shkojnë ne, nuk është mund të bësh kush e di çfarë. A vëdo? Po pse s'mund të bëj? Pse s'ka këtu kompani të mëdha? Po ka këtu po, është një gjë gjë, si marrën Tiranë një huj dhe me konkurru të tjerë ato. Jo, në Tiranë ka të lirë fare, se po je huj në Tiranë të hapin rrugë. Shqiptarët nuk japin rrugë. Jo, këtu duan këtu duan shumë vendin vetë. Është diçka shumë e mirë kjo. Këto edhe kur blen dyqani nëse ka gjon trend dhe finalie që po në provincë të Trentinës. Në jashtë Trentinës, morën edhe Trentinës dhe se kushton më shumë. Shiko. Ti ke 36 vjeç. Po. Ke edhe më shumë se gjysmën e jetës pa përditur. Kaq sa ke, tu ke më shumë akoma. Janë shumë. Bot fjalë me shpresat ke Zoti se larg Zot mendon ndryshe. Si e mendon të ardhmen tani ti për shembull? Do jesh gjithmonë këtu, sepse si thua vetë jemi emigrant sinqerisht. Atëherë, nëse Shqipëria do kishte ndryshim, unë them do shkosh në Shqipëri. Kur? Po kur? Atëherë vetëm me gjën që them kur ti je i madh në mosh, jo më unë qoftë. Apo e mendon edhe? Nëse garantohet shteti, i spitalet bëhen tamam, shkolla tamam për mua në rregull. Çat punën e gjej vet. Çat për mua çdo njeri punën e gjej vet. Ç'a mendon se të mungon ty në Shqipëri për shembull për të shkuar në Shqipëri? Të treja këto. Unë shëngjoj për shembull lagjet tona aty, njëri i vjedhi viçin, i vjedhi loma, i shkati me djonjë ato. Edhe a di gjao policia, di gjao kush. A do shkoj në spitali, ç'a do të kesh ndonjë me kokë të gjitha të shërum thotë. Ato ka, se s'ka ç'a të bëj ato. Edhe shkolla mbrava, shive vet. Me ç'a do rrihet sa fëmijë, sa interes do japin nëse shkolla, se ajo 7 nxënës ka 10 nxënës ka. Sa kena qenë dikur. Po këtu? Ja më këtu i ka të gjitha më. Ku ti nuk thoshte di. Ja të tregoj historinë ty. Para 2 ditësh. Unë marri diçka më alergji nga prilli në korrekt. Edhe marri një tip që më bllokohë, se Sprite se më bllokohë frymarrjen. Edhe shkoj dje këtu më marru ke farmacia e natës. Se vetëm 2 minor vet. Edhe më sa ky çifta se unë tha, po 50 euro. Kjo, që do marrësh ti. Sepse s'ka recetë. Shko tha mu ke roja mjekësore që quhen që rrin turnin natës, që kush ka për të bërë vizita shpejta gjona. Bëj recetën tha dhe hajde këtu. Bera pa lek. Pa lek. Edhe shkoj, bona recetën, 2 minuta, ja çoj këtij tha. Okej, më rregull. Shqipni tha doktori shko atje tha, me ilaçe që kushtojnë më shumë, sa ata të bëjnë mirë. A ke farmacia ime? Me çka kam gjuhun ato. Unë nuk e di rastin e se mu më bëtje shumë me folë për këto punë të Shqipnisë. Rastin e që të rash ty në telefon që mu desh gjak për babën e shokut tim. Auto, hajde bjerë, atë shumë gjakun ju, morë gjakun, edhe i tha, jo si e properim, tha. Ti dha një javë jetë kjeta, i thot pacientit. Po, ti do vdes shumë. Është gjallë, si kokra mollës. Po shumë mirë këtu, bro, e shef të vetë kom gjithë rëvratë të që. E prullë do e po në rëbë, bro. Qa të ka majtë larg nga Shqipëria, Benard? Këto Kuptimin për jetu.
s'ke as lloj të ardhme, as lloj. Po ti ke investuar Aty në vetëm Shqipëri. korrupsion vetëm. Kuptova investime është bën si çdo shqiptar me të fillime. E ka bë baba im unë. Auto se ai ka dëshmë apo shtëpi. Si me gjithë zemër, me gjithë shpirt ato. A gjinov vegu i shef mbyll me gjithë ato. Është komplet lagja jonë e mbyllur. Po. Është domethënë në Qef aty ka se komuna jonë e Ishmit ka 8 fshatrat, edhe lagja fshati ku është Benardi Likmetaj, vetëm vila ka. Edhe atje vila ka, po njerëz nuk ka. Është i vetmi vend që ka vila më shumë, po njerëz më pak. Edhe është për të vazhduar në kohë. Shumë lagje bukur, po Po fëmijët do Benal për shembull, nusja, aktivitetet, si është jeta e një gocë të re me fëmijë, edhe një djalë i ri me fëmijë në Itali për shembull. nusja ime sinqerisht punën e bën shtëpi, ato. Më bën letrat më unë edhe më rregull. Mi bë të gjitha ato. Edhe ka kohë të rri me fëmijët. Për mua ideja ime është që fëmia do rritet me nënën, mendimi im, jo Menën ke puna. ja më se ka disa që bën një paguin tjetër me të marrë figje, shkosh në punë tek uvja, puna çfarë të mora si gjë. Me lekët për me paguajtë. Që fëmia jot, domethënë ti pagun që fëmia jot të rritet me person të huaj. Me këto Ideja ime, me bravo. këtë fluksin e protestave që punon në Shqipëri, ishte një pankartë që lexova me lidh me këtë qytetin, thoshte që na keni detyruar me hik nga Shqipëria, me shku me fitu lek, me arë me E bo s'po 2 na javë leni mu pushime, kthy. jo, po me bo 2 javë pushime në Shqipëri dhe me harxhuat e lek që kursen. Domethënë, prap ajo dëshira për të kthyr. Mos e 2 lekë edhe me thon, tu po dishim apo lekun e bë. Auto. Pa du të punon shumë, po punove shumë po lek. Që i gjë që më pëlqen mua për Çdo shembull, vend për mu po punove shumë po lek. i gjë që më pëlqen mua tek ti për shembull, është marrëdhënia që ti mban me kushrit, edhe ato që janë mbrenda kufijve, edhe ato që janë në Shqipëri. Si e mendon ti këtë punën e raportit për shembull mes dy kushrive emigrantë, që janë dy qytete të ndryshme? Si duhet të jetë sipas mendimit tënd? Domthon si e bën ti, a? Na trego si më thon. Jo, çfarë bën ti? unë them që ne jemi largu shumë me gjithë ato, sepse do të dalim më shpesh më rrallë. Po është jeta e tillë. Po ama këtu ti s'ke kohë, po të ke jo puna këtu, jo kjo, jo të çuni ja mund të shet çuni futboll, çfarë do i bësh unë gjithë ato gjanat. Nusja, domethënë fëmijën gjithmonë me nënën e vet. Ka gjë më të bukur më? Po për kushrit tuaj për shembull, se ti e gjen kohën. Sinqerisht, s'po themi për ditë. Sinqerisht kohët e fundit e shifim më shumë rrallë, po largohemi nga dita ditës. Po pse për shembull? Se kam ide, për zotin. Nuk e di, unë sinqerisht njerëzit e mi i respektoj gjithë lloj. Ky muhabet është edhe në Shqipëri faktikisht A ky kupton? lloj largimi. No, e vërtet nuk shifna shumë rrallë këtë gjitha, po Shiko, unë jam i tip që unë them, o po të fol du fort, jo nuk fol me thonë jo po. Jo për si dialekut. Nuk e qenë se bisedat nuk marrin kur si të utallin bogati 5 minuta dhe ke fol edhe ti deshe me bë dhe bisedën kom atje po. Do ishim bllall. Do doja prej teje, Ama se rrishim komë. do doja prej teje një mesazh për rinin shqiptare në Shqipëri dhe për rinin shqiptare në Itali. Mesazhi im do ishte ri punoni. Shihni puna juaj sapni yll dhe hesni përpara se po su bëni dikush që sot nuk të respekton njëri. Sot njerëzit respektojnë mbas të asaj që kanë, jo për ato që janë. A është e drejtë? Nuk është e drejtë, po sot ta të ke makinë e mirë, burrë e mirë, s'ke makinë e mirë, si e burrë e mirë. Kështu të respektoj rinia sot. Edhe ka pas respektuar gjithmonë. Po për flas për të rit që janë shqiptar të ri që janë në Itali. Po sinqerisht për çka kam pa unë këtu në Trentino, Italia, shifni punën e juaj. Lejeni se ka shumë jetë të marrë me shqytet të popullë që këtu nuk ka kush më nëret kë. Punoni. Benardi është një shembull perfekt i punës, sepse unë e kam pa edhe nga afër. 2 orë, 3 orë shkon Benardi te puna, hec puna sa për 2 ditë që bën gjithë punëtorët, edhe nuk e ka domethënë fjalë boshe, po kështu. Benardi unë të falenderoj shumë. Faleminderit edhe për ju. Që ti edhe ndave ca histori tuaja personale, edhe menove domethënë ti ndash sepse njerëzit kanë nevojë të gjojnë. Ma kupton? Nuk është vetëm llaf e lartë e poshtë, nuk jemi gjithë profesionista, jemi gjithë gazetarë duke filluar unë i pari. Çdo ditë jetës do të mësoj. Po unë jam i pari që jam profesionist, edhe kam ato patjetër mungesat e mia dhe ky emision i vogël që unë bëj, por që të paktën të mundohemi të lejmë sado pak një mesazh ose vlera njerëzve, edhe
fëmijëve tanë, sepse jemi prindër, edhe shumë shpejt fëmijët rriten, edhe do t'i shohin ndoshta një të ardhme këtë video. Kështu që Benard falenderoj shumë. Faleminderit. Edhe u knaq, me ty knaqem gjithmonë se ne jemi si vëllezër me Benardin, po të thash do jemi shumë serioz. Të thash do jemi shumë serioz. Se pak hala ime, mami Benardit, thotë që kur na shef neve bashkë, thotë me bomi u pa dikush juve, thotë bashkë nuk e beson që jeni të martuar, domethënë aq relata të mira kemi njëri tjetrin. Jemi në Rovereto, siç e tham, ju përshëndesim nga emigrimi i Benardit së Unezë. Nga Rovereto. Kështu që faleminderit shumë Benard. Kënaqësi. Do doja t'i bëja një thirrje gjithë mjekëve shqiptar. Duke marrë edhe shkallë, duke qenë se Benardi e përmendi, që jeta e njeriu vlen, nuk është çdo gjë te legu që merrni, mos bëni sikur s'merrni, nuk po them gjithë, po ka shumica marrin, me këto që të flasi ka shkuar në spital, ka paguajt lek, mendoni që do ju kthehet një ditë, edhe jeta e çdo kujt vlen. Nuk është domethënë jeta e njeriu nuk mbatet me para. Hiqeni këtë lloj mentaliteti, hiqeni këtë lloj etje përpara që ju mbyll syt para çdo rasti. Edhe do doja shumë që ta shihni edhe unë Shqipërinë të ardhmen që prindit tanë mos detyrohen me bot dokumenta jashtë Shqipërisë për të kuru dhe për të vizituar, sepse ne nuk kemi shpresë më tek spitalet tona, pavarësisht se propagandohet ndryshe. Kështu që për njerëzillik dhe për humanizëm, hiqni dorë nga ato lek, bëjeni punën me aq sa mundësi keni, mos leni justifikimet ka pajisje, s'ka pajisje, të paktën shërbimin ta marrin falas, sepse vetëm dorë tonë ka ngel, se shteti dihet që s'ka për të vu dorë. Kështu që bëuni njerëz.